Përshëndetje të nderuar. Unë jam Fatmir Miftari, zamës drejtor general në Oxa Group. Oxa Group është një kompani holding në nëmbrellën e së cilës veprojnë shumë aktivitete të ndryshme biznesore, si fabrikat për përpunimin e drurit dhe prodhimin e mobileve, zhvillimin dhe menaxhimin i qendrave tregtare, hoteleri, gastronomi, retail e shumë aktivitete të tjera biznesore të cilat ndikojnë pozitivisht në gjendjen sociale dhe ekonomike të vendit, të qytetit ku operojnë dhe jo vetëm. Kualiteti i mobiljeve tona vjen si rezultat i eficiencës në prodhim, kushteve të mira të punës e sigurisë në punë, e po ashtu si rezultat i vazhdueshëm i investimeve në makineri prodhuese. Investimet në makinat e reja ventiluese në fabrikën të Fikçanga janë investime viteve të fundit. Makina këto të cilat kanë shtuar vlerën praktikat tona të përgjegjësisë sociale korporative si ambient pune dukshëm më i sigurt dhe pa pluhur, mos ndotja ambientit jashtëm, menaxhim më i mirë i mbetjeve drurit për punum dhe reciklim gjithsesi ripërdorimi i mbetjeve për prodhime tjera me përmbajtje drusore. Impakt tjetër pozitiv i Oxa Group në të bërit biznes janë objektet mbrapa meje, gjithsesi qendra tregtare dhe Village Shopping and Fun. Qendër kjo e llojit të hapur dhe e cila është operacionale që nga viti 2018. Që atëherë kjo qendër punëson në mënyrë direkte dhe indirekte rreth 1000 punonjës gjithsesi të rinj nga komuna ku operojnë, duke ndikuar kështu pozitivisht në gjendjen sociale e ekonomike të rreth 1000 familjeve. Gjithashtu, fakt tjetër me rëndësi që duhet ceket është se qendrat tregtare të llojit hapur përdorin 20-30% më pak energji elektrike për operacionet e tyre, duke ndikuar kështu pozitivisht në ndikimin e ambientit dhe zvoglimin e dioksidit të karbonit në hapësirë. Mbështetja të rinjve në kryerjen e punës praktike apo shkollimit ose edukimit praktik tek punëdhënësi çdo herë ka qenë synim edhe fokus i yjet, që nga themelimi i kompanive. Në bashkëpunim me të gjitha shkollat profesionale, lokale dhe universitete të cilat operojnë në qytetin tonë, ne çdo herë kemi marrëveshje për dërgimin e studentëve apo nxënësve tyre në kryerjen e punës praktike. Varësisht prej industrive cilat ne kemi mundësi t'i akomodojmë, qoftë në financa, kontabilitet, administrat, prodhim apo marketing, ne çdo herë i mbështesim dhe i suportojmë të rinjët tanë për kryerjen e praktikës. Programi i tillë me rëndësi për mbështetjen e trinjve dhe me nivel të lartë suksesi ka rezultuar angazhimi i praktikantëve nga bashkëpunimi me CSR Kosovo dhe UNICEF Generation Unlimited, nga cilët kanë përfituar një numër i madh i trinjve në praktika ndryshme në vendin e punës. Mentor caktuar për udhëzime, këshillime, vlerësime ndryshme të performancës tyre dhe shumë të tillë që kanë rezultuar me punësim të rregullt në kompanitë tona. Objektivat tona afariste, afat shkurtër dhe afat mesëm, përveç aspektit të zhvillimit të biznesit, janë të ndërlidhura gosht edhe me agjendën 2030, normalisht aty ku lejojnë kushtet. Rast konkret është plani jonë afat mesëm që deri në vitin 2025 të instalojnë panele solare në të gjitha projektet e qendrave tona tregtare. Kështu duke rritur qasjen në energji të ripërtërshme, duke ulur kostën e energjisë dhe duke ulur ndotjen e ambientit nga burime tradicionale të energjisë. Bashkëpunimi me CSR Kosovo dhe parimeve të cilat ne i përfaqësojmë do të jetë pjesë e agjendës sonë edhe për vitin e ardhshëm përveç zhvillimit të biznesit. Ndërsa jemi entuziast dhe besojmë fuqishëm në impaktin pozitiv që kemi së bashku në aspektin social, ekonomik dhe ambientalist. Ju faleminderit për vëmendje.